Edhe pse që prej një jave në për rrugët e Tetovës ka numër të shtuar të policëve të trafikut me qëllim lirimin e rrugëve nga parkimet në vendet të palejuara, megjithatë ky aksion rezulton me shumë pak rezultat. Përderisa në njërin anë të rrugës policia ndalon dhe kontrollon veturat, në anën tjetër të rrugës vetëm disa metra larg policisë drejtuesit i parkojnë veturat në rrugë. Kreu i Tetovës Bilal Kasami madje paralajmëron edhe një fushat për vetëdijësimin e qytetarëve. Bllokimi i pikave për ndalesë të autobusëve ndodhte edhe sot, edhe përkundër numrit të madh të policisë në rrugë. Ka përmirësime, por nuk është ajo që duam të gjithë. Ne do dalim përsëri bashkë të shohim veçanërisht kryqëzimet dhe bulevardin Iliria ku paraqitet problemi më i theksuar dhe që bashkarisht ne ju si mediume, policia, parkingu të bëjmë presionin dhe të vetëdijsojmë qytetarët që të jenë rrugët e lira dhe trotuaret e lira. Po sigurisht që si ide është e qelluar, ne do të shohim që të bëjmë një kampanjë vetëdijsimi përmes komunës, por sigurisht në bashkëpunim edhe me policinë, edhe me parkingun, sepse edhe në këtë fazë ne kemi thënë që nuk është qëllimi dënimi qytetarëve, por është vetëdijsimi që të lirojmë rrugët dhe trotuaret për veturat dhe parkingun. Drejtori i parkingut të qytetit thotë se halli më i madh i tyre janë veturat e parkuara dyshe, të cilat pa prezencë të policisë nuk mund t'i largojnë. Na всякая улица може да забележите policajci i sovraqajci. Ju vetë mund të shihni në për rrugë numër të madh të policisë dhe tani kemi ngritur më pak makina. Por problemi më i madh për ne si parking është parkimi paralel, me që rast nuk funksionon as parkingu i qytetit në vendet e shënuara nga ata që zën linjën e dytë, për të cilën duhet të kemi dhe intervenim të policisë, sepse nuk kemi ingerenca. 50% është zvogluar puna e parkimit me daljen e policisë, që është pozitive se policia po bën punën e tyre. U shpreh Mirko Martinovski, drejtori parkingjeve të qytetit. Për vetëm një javë që kur u vendos të ketë aksione të përditshme të policisë në rrugët kryesore të Tetovës, nga sektori për punë të brendshme në Tetovë kanë shqiptuar më shumë se 100 dënime dhe paralajmërime apo vërejtje.